Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1072, Sultan Alp Arslani, sovrani i dytë i perandorisë së madhe Selxhuke, u nda nga jeta pasi ishte plagosur me thik 4 ditë më parë nga komandanti i kalasë së Berzemet. 1893, mbi shkrimet e Orhunit, veprat që hedhin dritë mbi historinë e turqëve, u deshifruan nga akademiku Wilhelm Ludwig Thomsen i Universitetit të Kopenhagës. 1899, Këshilli i Ministrave të Shtetit Osman miratoi marrëveshjen për Ekurudhën Anadol-Bagdad. 1915, Albert Einstein paraqet ekuacionet në terren të relativitetit të përgjithshëm në Akademinë Prusiane të Shkencave. 1918, Vojvodina formalisht toke e kurorës austro-hungareze shpall shkëputjen e saj nga Austro-Hungaria për t'u bashkuar me Mbretërinë e Serbisë. 1936, Gjermania dhe Japonia bën marrëveshje për të parandaluar ekspansionin e Bashkimit Sovjetik. 1943, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Delano Roosevelt, kryeministri i Britanisë së Madhe Winston Churchill dhe kreu i shtetit kinez Chiang Kai-shek u takuan në samitin e Kairos dhe ranë dakord për vazhdimin e luftës deri në dorëzimin e Japonisë. 1950, në SBA, stuhia e madhe Appalachian e nëntorit ndikon në 22 shtete amerikane duke vrarë 353 njerëz, duke plagosur mbi 160 dhe duke shkaktuar $66.7 milion amerikan dëme. 1952, gjatë luftës së Koresë, pas 42 ditësh luftimesh, betejë e Trekëndshit Hill përfundon me fitoren e trupave kineze. 1963, zhvillohet ceremonia martore e presidentit të Shteteve të Bashkuara John Kennedy. 1969, presidenti amerikan Nixon hoqi dorë nga përdorimi i armëve biologjike dhe dha urdhër gjithashtu që të shkatërroheshin të gjitha stoqat. 1973, në një vizitë në Paris, udhëheqësi libian Gaddafi propozon një aleancë me Afrikën për krijimin e një force të tretë të Mesdheut. 1973, një grup shteti ushtarak në Greqi rrëzon presidentin George Papadopoulos, i cili përfundon i arrestuar. 1975, shteti i Surinamit shpall pavarësinë nga Mbretëria e Holandës, kryeqyteti i tij u zgjodh në Paramaribo. 1986, inaugurohet në gjirin persik shëtitoria e gjatë Mbreti Fahd. Mbreti Fahd është një seri urash dhe rrugësh që lidh Arabinë Saudite dhe Bahreinin. Më 25 nëntor 1997, forcat e UÇK-s me në krye Adem Jasharin sulmuan forcat e policisë serbe në Vajanik të Skënderajt. 2009, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të mëdha në Arabinë Saudite. Humbën jetën 122 persona, ndërsa 350 të tjerë rezultuan të zhdukur. 2016, lideri i revolucionit kuban Fidel Castro u nda nga jeta në moshën 90 vjeçare. 2010, një zonë e Alaskës 2 herë më e madhe se Britania e Madhe, shpallet rezerve botës së egër për të ruajtur arinë polar nga projektet e shpimit për naftë.